Kur Marti Ahtisaari në vitin 2005, i dërguar special për negociatat në Vjenë për statusin final të Kosovës, po përgatitej që në pakën e tij të ofronte konturat e asaj që më vonë do shndrohej në pavarësitë mbikëqyrur për Kosovën, derisa kishte konsultuar secilin aktor politik për situatën, bëri edhe një takim të rëndësishëm me Bankën Botërore. Pse? Sepse Ahtisaari dëshironte të dinte nëse Kosova ka mundësi që ekonomikisht ta mbajë veten, përtej ndihma ndërkombëtare e infuzioneve të jashtme. Përgjigjja ishte po, sepse i than Ahtisaari në Bankën Botërore, Kosova ka rezervat ndër më të mëdha të linitit në Evropë, e dyta pas Gjermanisë. Pra, rezervat e mëdha të linitit për Kosovën nuk ishin vetëm një karburant fosil, por një argument shtetformues. Nuk ekziston asnjë arsye shëndosh përse Kosova sot nuk e ka një termocentral të ri, që ja mbulon krejtësisht nevojat dhe e pavarëson nga importi. Dhe ironia mbyt se këto është se një shtet që u trajtua si javë jetonte i pavarur, pikërisht fal pasurisë së vet energjetike, është sot energjia që po e dërmon duke e dobësuar ekonomikisht dhe lënë në varësi të plot nga Serbia. Zotri Shala për herë të parë kom dëgjuar për juve edhe më ka ardhur si befasi se si Ahtisaari në një nga faktorë shtetformues që e kishte konsideruar ishte edhe sigurimi se mund të mbijetoj Kosova ekonomikisht. Po, Ahtisaari në fillim të nëntorit të vitit 2005, 2005 shkon në Washington dhe merr pjesë në takimin e grupit të kontaktit, ku janë miratuar parimet prise për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Mbas atyre parimeve prise, Ahtisaari vjen në konkludim të qartë që grupi kontaktit në të vërtet ka hapur rrugën që Kosova të bëhet shtet i pavarur. Dhe në këtë kontekst, sepse ka bashkëpunuar dhe me Bankën Botërore dhe si presidenti i Finlandës, mos harrojmë, ka qenë gjatë luftës të Kosovës presidenti i Finlandës, ai e shet arsyeshme të shkon në Bankën Botërore dhe për një konsultim shumë të rëndësishëm sipas tij. Ky konsultim kishte të bëjë me atë se çfarë mund të prodhojë Kosova si shtet i jashtëm dhe a mund të mbijetojë si shtet i jashtëm në rrethana shumë të ndërlikuara ekonomike dhe politike në rajon dhe më gjerë. Në Bankën Botërore, e cila vazhdimisht e ka përcjell Kosovën që nga përfundimi i luftës së Këndej, i thonë po, Kosova ka kapacitetet të jashtëzakonshme të rezervat të linitit që janë të dytat në Evropë, të katërtat në botë, me vlerë të tërësishme prej 100 miliard eurosh. Duke 15 miliard tonë, diçka e tillë më duket. Po, si rezervë. Po, si rezervë, po prej 15 deri në 30 supozoj madje. Merr një argument shtesë që këto rezerva të linitit mund të përdorin 100 vjet për prodhim të rrymës. Ishin këto shifra marramense edhe për Ahtisaarin, edhe ai thot mirë shumë që nga një situatë shumë e volitshme që Kosova të bëhet shtet i pavarur dhe me këtë logjikë edhe do të zhvillon negociatat në procesin e Vjenës. Përndryshe, në procesin e Vjenës është qartë tema e kapacitetit energjetik të Kosovës prej fillimit dhe atë në segmentin kur Serbia provonte ta krijojë një entitet politik të vetin në autonomi brenda Kosovës, i cili bazohej në disa kritere, kriterin etnik, kriterin religios, por dhe kriterin ekonomik. E kriteri ekonomik, siç na pat përmend në njërin prej takimeve tona shumë të rëndësishme, vet Aleksandar Simić, ka qenë pjesë e delegacionit të Serbisë, kishte të bënte madje edhe me ndarjen e pasurive të linitit. Ai thash ka po mendoni ju, thanë, ju nëse ju dëshironi të bëni shtet i pavarur, ne duhet ta marrim hisën tonë të linitit në Kosovë. Si shëndohen territori, duhet të ndahet edhe liniti. Nga ana tjetër, komuna e Priluzhjes si propozim i palës serbe që të bëhet komunë në kuadër të pakos së decentralizimit të krijimit të komunave të reja, ka qenë deri në vonë në hartën e Ahtisaarit dhe të Albert Rohani, zëvendësit të tij, deri në gusht të vitit 2006 kur vinë ata në Prishtinë. Atëherë ne insistojmë që asesi Priluzhja nuk mund të bëhet komunë e re. Ahtisaari thotë po, megjithatë kjo komunë i plotson kriteret, ka 5000 banor, ka mbi 70% popullatës të komunitetit serb. Tregojmë sinqerisht pse po ju pengon kjo. Kur i treguam që çështja është te rezervat e linitit nën Priluzhje dhe që kjo mund ta shkaktojë probleme të mëdha në zhvillimin ton ekonomik, pasi që të bëhemi shtet i pavarur, Ahtisaari me të parën i tha Rohanit hiqen nga lista, u kuptuam. Nuk pata nevojë të bëjmë argumente shtesë për këtë çështje.